Mirëmëngjes në hapësirën informative Shqipëria Sot, unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do të jemi në minutat në vim për të përcjell hapasapi të gjitha zhvillimet kryesore. Në orët e para të mëngjesit është sulmuar me armë zjarri një lokal në Halilaj të Krujës. Do të lidhem me kolegun Ervin Leka, i cili ka mundur të mësojë më tepër të dhëna. Ervin, të përshëndes, cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh? Kasandra, vetëm pak pas mesnate, konkretisht rreth orës 1:10 të mëngjesit të sotëm, lokali në pronësi të Montvogës, i cili njihet në zonën e Fushkrujës për shkak edhe të detyrave që ka pasur, po dhe për fuqirës në politikë dhe si ish shoferi ish prokurorit Arjan Doja, ku këtij të fundit i është bërë edhe një atentat. Pra gjatë mbrëmjes në këtë orë, pra rreth orës 1:10 është shëlluar me breshëri Kallashnikovi në drejtim të lokalit, i cili shërbente edhe si hotel. Të paktën në deklaratat që i ka bërë kur ka njoftuar policin, ka thënë se po rrinte dhe po ishte bashkë me familjen e tij duke qëndruar në hotelin që është sulmuar me Kalashnikov dhe fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, për plumbat kanë depërtuar deri në ambientet e brendshme të lokalit, në banakun e brendshëm. Në fakt Montvoga ka telefonuar policinë dhe kur kjo e fundit ka shkuar në vend ngjarje, pra ka gjetur rreth 15 gëzhoja Kallashnikovi, të cilët dyshuan se janë qelluar nga ana e autorëve që kanë lëvizur me një automjet. Paktën këto janë dyshimet e para, që nga rruga kryesore në drejtim të lokalit dhe më pas janë larguar për në drejtim të Krujës për të humbur gjurmët. Megjithëse po punohet, ende nuk kemi asnjë gjurmë të autorëve, por as makina të djegura siç ndodh zakonisht në atentate të mëparshme, pra që janë shënuar si në Krujë por edhe vendet e ndryshme, ndërkohë që si që theksova, pra Montvoga ka qenë edhe shoferi i Arjan Doj, që tashmë është deputet më i ri pra i Kuvendit të Shqipërisë në siglën e Partisë Demokratike. Voga, në fakt, për skedarët e policisë është një emër i njohur, pasi edhe në vitin 2018 ka qenë personi që u dyshuar, pra personi kryesor që goditi Ilia Iliaj, në avokat në ato kohë në dyert e gjykatës së Durrësit, dhe këtë ngjarje ai është edhe arrestuar nga ana e policisë. Ndërkohë në një tjetër episod ai është kapur me armë zjarri pa leje, ndërsa edhe familjarëve të tij, pra i është bërë edhe ngjarje të mëparshme, ku të vëllait i është djegur disa vite më parë automjeti, por edhe një sasi eksplozivi që i është vendosur në një lokal në pronësi të tij. Të paktën këto janë ngjarjet e mëparshme. Dhe pikërisht to pista ku e shkuara e tij, por edhe ngjarje ku ai dyshohet të jetë përfshirë, janë pistat kryesore ku po heton policia e Krujës në fakt për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Janë sekuestruar disa kamera sigurie për të gjetur edhe ndonjë identifikim të mundshëm apo gjurmë të autorëve, megjithëse deri në këtë moment pra nuk kemi asnjë gjurmë të këtyre autorëve. Sigurisht, pra siç e theksova, e shkuara kriminale dhe precedenti penal që ai ka pasur vazhdimisht i përfshirë në disa ngjarje është pista kryesore që po heton policia. Faleminderit, Ervin, që ndave të gjitha këto dhëna që ke mundur të sigurosh nga kjo ngjarje e regjistruar vetëm pak pas mesnatës. Do ndalemi tani të shohim fakte të tjera informacione. SPAK ka zbuluar një tjetër episod korrupsioni që i atribuohet ish çiftit Meta Kryemadi. Do të lidhem me kolegun Ermal Via direkt nga prokuroria e posaçme. Ermal, të përshëndes, sot është seanca për ish presidentin Ilir Meta, por hetimet e SPAK kanë zbuluar në fakt një tjetër episod korrupsioni, për çfarë bëhet fjalë? Kasandra, seanca do të mbahet në orën 11:30 këtu në gjykatën e posaçme, ku do të jetë gjyqtari Erion Çela që do të vlerësoj mbi kërkesën e avokatit Ilir Meta që ka kërkuar ndryshim apo lehtësim të masës së sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj tij. Vetë ish presidenti nuk do të jetë i pranishëm në seancën e ditës së sotme, ku në fakt ai ka deklaruar se do të jetë vetëm i pranishëm sa i takon proceseve që do të zhvillohen në gjyqin në themel, ndërsa sa i takon po themi këtyre seancave ku do të verifikohen apo do të ketë informacion dëmëjor nga ana e prokurorisë apo do të ketë kërkesa nga ana e avokatëve për ndryshim të masës sigurisë, ai nuk do të jetë i pranishëm në këto seanca gjyqësore. Nga ana tjetër, kemi mësuar në fakt se nga hetimet e prokurorisë së posaçme në drejtim të çiftit Meta Kryemadi është zbuluar, po themi, edhe një tjetër episod korruptiv, kjo sa i takon pajisjes me një kartë banke, ku çifti Meta Kryemadi është pajisur me një kartë banke
për shpenzime të ndryshme apo blerje të ndryshme online që kanë kryer apo që kanë kryer në vende të ndryshme çifti Meta Kryemadhi, bëhet fjalë në fakt për vitet 2014-2015, ku në fakt ka rezultuar se ata janë pajisur me këtë kartë banke nga biznesmeni Adriatik Shatku, i cili në fakt ka kërkuar edhe ndërhyrjen e çiftit Meta Kryemadhi për zgjidhjen apo themi për lidhjen e një kontrate për një marrëveshje interkoneksioni mes tij dhe një kompanie celulare për shtrimin e fibrave optike. E për gjitha këto kanë qenë hetimet e prokurisë së posaçme që më herët kishte zbuluar po themi një kartë American Express, e cila rezultoi se ishte përdorur pikërisht nga bashkëshortja në atë kohë e zotit Ilir Meta, zonja Monika Kryemadhi, për blerje të ndryshme online apo për blerje të ndryshme të kryera prej saj. E tashmë është zbuluar edhe një tjetër kartë banke, e cila i është vënë në dispozicion pikërisht nga biznesmeni Adriatik Shatku, pikërisht çiftit Meta Kryemadhi në kohën pra rreth viteve 2014-2015 për blerje të ndryshme për t'ia ofruar këtyre të fundit në këmbim po themi të lidhjes së kësaj marrëveshje. E kuptoj. Të falenderoj Ermal për raportimin e drejtë për drejtë. 3 persona të kërkuar nga drejtësia ekstradohen nga Dubai, të njohur si miq të Taloçelës. Ervis Daka, Maksim Koçi dhe Aldo Gjika akuzohen për vrasje apo për krahje të autorëve të krimit në disa ngjarje të ndodhura gjatë viteve të fundit në qytetin e Elbasanit. Gjykata e posaçme ka caktuar për ta masat e sigurisë arrest në burg. 3 persona që njihen si lidhje ngushtë të shumë kërkuarit Taloçela janë ekstraduar të enden nga Dubai për në vendin tonë. Bëhet fjalë për Ervis Dakën, Maksim Koçin dhe Aldo Gjikën, të cilët akuzohen për disa vepra penale që nga vrasja me paramendim e deri tek përkrahja e autorit të krimit. Ata u pritën në masa të rrepta sigurie në aeroportin e Rinasit dhe u janë dorëzuar policisë së burgjeve. 3 shokët e Taloçelës u arrestuan më 8 maj të këtij viti në Dubai. Gjykata e posaçme për Ervis Dakën, 38 vjeç, ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg në mungesë pasi sipas hetimeve ka rezultuar se ai në një rast ka tentuar që të vrasë Kepikun për shkak të përplasjeve mes bandave të Elbasanit. Sipas zgjedhjeve të SPAK, Ervis Daka, duke qenë mik i Taloçelës, ka siguruar kushtet edhe për vrasjen e Arjan Spahis, lidhje ngushtë e Erion Alibejt. Motivi i krimit ka qenë larja e hesapeve pasi grupi Çopja kishte përplasje me kreun e klanit kundërshtar të drejtuar nga Erion Alibej. Përveç këtyre episodeve, Ervis Daka ka strehuar në disa raste Taloçelën. Për sa i përket Maksim Koçit, 39 vjeç, gjykata e posaçme në vitin 2024 i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg. Maksim Koçi dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Kaplanit dhe në atentatin kundër Ifan Azizit. Në një tjetër episod, Maksim Koçi dyshohet se ka siguruar kushte për vrasjen e Arben Spahis dhe Ardrian Çollakut. Nga ana tjetër, Aldo Gjika, 40 vjeç, i është caktuar masa e sigurisë në mungesë arrest me burg si dyshuar për veprat penale për krahje autorit të krimit, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ai akuzohet se ka përkrahur autorët që tentuan vrasjen e Ardian Çapjas, ndërsa për rreth 2 vjet ka ndihmuar Taloçelën të fshihet. Pavarësisht se ne nuk kemi një marrëveshje ekstradimi, Shqipëria ka arritur që të sjellë nga Dubai emra të njohur të botës së krimit si Florence Çapja, Julian Meçe, Florent Dervishaj apo të tjerë. Policia britanike vuri në pranga shqiptarin e shumë kërkuar, Lorenz Lala. Si rezultati i bashkëpunimit me Interpol, 48 vjeçari do ekstradohet në Shqipëri, ai akuzohet për disa vepra të rënda penale. Sipas hetimeve, Lala dyshohet si organizator dhe financues i vrasjes së Albi Bashaliut në vitin 2021. Sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë, Artan Tafani, vrasjen e kreu Lajert Haxhiu kundrejt 50.000 eurove. Arrestohet në Britaninë e Madhe Lorenz Lala, një personazh i njohur i botës së krimit i shpallur në kërkim për vrasje. Në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, si rezultati i shkëmbimit të informacionit nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Manchester, 48 vjeçari do të ekstradohet në Shqipëri. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë në Elbasan në vitin 2023 ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Lala akuzohet për disa vepra të rënda penale, si vrasje për arsye gjakmarrje, sigurimi i mjeteve dhe kushteve për kryerjen e vrasjes, dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas hetimeve në fshatin Gjocaj, Peqin, në vitin 2021 u vra me armë zjarre i shtetasi Albi Bashaliu. Vrasja e kryer kundrejt 50.000 eurove dhe pagesa sipas hetimeve është dhënë tek Lajert Haxhiu nga Lorenz alias Kristian Lala. Vrasja është rrëfyer edhe nga bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani.
i cili ka dëshmuar se e ka kryer me Lulzim Arapin, Bledar Berberin, Enrico Gjahysën dhe Lajert Haxhiun. Lorenz Lala dyshohet të ketë qenë organizatori dhe financuesi i kësaj vrasje, si dhe personi që ka siguruar mjetet dhe kushtet për realizimin e saj. Pas ngjarjes ai ka ndihmuar në transportimin dhe largimin e autorëve nga vendi i krimit. 2 persona kanë rënë në prangat e policisë pasi kishin kultivuar bim kanabisi në 8 parcela në kodrat e fshatit Lekaj të Kavajës, si kundërshojmë edhe në këto pamje që policia ka ndarë për mediat, janë parcelat ku janë kultivuar bim kanabisi, ndërsa policia ka mundur që të arrestoj vetëm 2 persona, ndërsa ka identifikuar 2 të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim. Gjatë këtij operacioni janë kryer edhe shumë kontrole në banesa dhe në ambiente të ndryshme, nga ku policia e qytetit të Durrësit ka mundur të sekuestrojë mijëra euro, fara kanabisi, armë zjarri sportive, municione dhe sende të tjera të paligjshme. Policia ka mundur që të bjerë në gjurmët e këtyre parcelave edhe fal vëzhgimeve me dron dhe metodat të tjera të policisë për të parë dhe për të arrestuar kështu personat përgjegjës për kultivimin e këtyre parcelave me kanabis. Unë do të lidhem me kolegun Leonida Musaj, direkt nga Durrësi, i cili ka mundur që të sigurojë të tjera të dhëna. Leonida, të përshëndes, si ka mundur policia të bjerë në gjurmët e personave përgjegjës që kanë kultivuar lëndë narkotike? Përshëndetje Kassandra, në fakt policia e Durrësit në bashkëpunim edhe me komisariatin e policisë Kavajës, i cili në varësi të drejtorisë policisë e Durrësit, prej një muaji po kryenin hetime intensive pikërisht në fshatin Lekaj në Kavaj, atje ku persona të ndryshëm, ku deri në këto momente që po flasim janë identifikuar 4 persona që kishin mbjellë 8 parcela me afro 1200 rrënjë kanabis, 2 persona të cilët janë banues në qytetin e Beratit, janë vënë pranga nga ana e policisë së Durrësit, ndërkohë që 2 persona të tjerë banor të fshatit Lekaj janë shpallur në kërkim dhe po punohet me intensitet të lartë për të mësuar vendodhjen e tyre dhe më pas arrestimin e këtyre 2 personave. Siç e thamë edhe pak më parë, bëhet fjalë për 8 parcela me kanabis në një zonë pyjore në afërsitë depos ujësjellësit pikërisht në fshatin Lekaj të Kavajës, ku siç edhe nga pamjet që përcjellim në këto momente në ekranin ton, duket qartë është një zonë me terren të vështirë, atje ku syri i lirë është e vështirë që të pikasi këtë paligjshmëri të mbjelljes së kanabit në këtë zonë, por ka qenë pikërisht dronët e policisë, të cilët kanë zbuluar fillimisht këto parcela dhe më pas policia prej afro 30 ditësh kanë punuar me intensitet për të mbledhur informacionet e nevojshme me qëllim për të kryer operacionin pas ditës së djeshme, ku gjatë operacionit u vënë pranga 2 persona, siç e thamë edhe pak më parë, bëhet fjalë për shtetasit me iniciale DM 59 vjeç dhe shtetasi me iniciale AH 36 vjeç, të 2 banues në qytetin e Beratit janë vënë pranga, ndërsa 2 personat e tjerë me iniciale RK dhe shtetasi tjetër EK me banim në fshatin Lekaj janë shpallur në kërkim dhe po punohet për arrestimin e tyre. Gjatë kontrolleve që ka ushtruar policia për të rast, janë zbuluar se këta persona mbanin rreth 20.000 euro, të cilat tashmë janë sekuestruar nga ana e policisë së Durrësit, një armë zjarri sportive, municionet përkatëse, si dhe 1000 fara kanabis, të cilat ishin të gatshme për të kultivuar në ditët e ardhshme. Leonida, në fakt, për të ndalur pak së bashku edhe tek një tjetër zhvillim që vjen nga policia e Durrësit, është zbuluar një fole prostitucioni, nëse mund ta themi kështu, janë arrestuar 4 shtetase kineze, apo jo?
Po, në fakt është një operacion tjetër të cilin e ka zhvilluar policia e Durrësit përgjatë orëve të vona të mbrëmjes së dielshme, pikërisht në lagjen numër 13 të qytetit të Durrësit, e njohur ndryshe si zona e plazhit, atje ku në një vilë 2 kaçe e cila ishte kthyer në një streh prostitucion le të thënë nga shtetase të huaja, bëhet fjalë për 4 shtetase, 3 kineze dhe 1 nga Britania e Madhe, të cilat në bashkëpunim me njëra tjetrën kishin ngritur këtë streh prostitucioni, ku policia pra rreth 15 ditë më parë ka arritur të zbulojë këtë pole prostitucioni dhe më pas ka nisur hetime të përkatëse ku kanë zbuluar se krye kjo veprimtari e palishme pikërisht në këto ambiente. Policia e Durrësit ka vënë pra nga 4 shtetase, 3 kineze dhe shtetase britanike, të cilat i akuzon konkretisht 3 shtetase kineze për vepër penale prostitucion, ndërsa për shtetasen angleze përshtatja e ambienteve prostitucion dhe prostitucion. Pra ka qenë pikërisht shtetësja nga Britania e Madhe, e cila kishte siguruar ambientet nga një shtetas shqiptar, i cili në rastin konkret nuk ka fare lidhje me këtë veprimtari kriminale të cilat e kryenin shtetaset kineze në bashkëpunim edhe me shtetaset britanike, ndërkohë që janë proceduar me gjendje të lirë edhe 8 shtetas shqiptar, si dhe po procedojnë gjithashtu në gjendje të lirë edhe 2 shtetas kineze të cilët kishin lidhje me këtë veprimtari e cila kryej pikërisht në një vilë 2 kaçe në lagjen numër 13 të qytetit bregdetar të Durrësit. Leonida, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Në Selin Roz, sot shkolla verore e socialistëve, Akademia Politike e Partisë Socialiste është reaktivizuar me synim trajnimin dhe përgatitjen e deputetëve të rinj. Do të lidhem direkt me kolegen Greta Bullari. Greta, të përshëndes, ka nisur kështu shkolla verore e Partisë Socialistëve, apo jo? Kasandra, po, të përshëndes, ka përfunduar edhe leksioni i parë, i parashikuar për ditën e sotme dhe që është mbajtur nga deputeti Fatmir Xhafaj me temën përsa i përket rolit të parlamentit të ri, po themi, disa njohuri apo disa informacione, eksperienca që 39 deputetet e rinj të cilët do të ulen për herë të parë në sallën e seancave plenare, do duhet t'i kenë parasysh. Ka qenë një seancë e cila ka zgjatur 90 minuta, është Akademia Politike ky organizim në fakt i cili vjen një ditë edhe pas festës që socialistët mbajtën në Selin Roz, duke, po themi, rinisur kështu edhe një muaj intensiv trajnimi përsa i përket edhe legjislaturës së ardhshme, kur ato do të jenë pjesë të parlamentit. Janë parashikuar që përgjatë këtij muaji deri në datën 20 korrik të zhvillohen 5 module kryesore me disa tema dhe fokus specifik. Tema e para, po moduli i parë, do të jetë roli i deputetit dhe etika e përfaqësimit, ndërkohë që moduli i dytë ka të bëjë pikërisht me funksionimin e parlamentit, po ashtu do të kemi edhe marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare. Komunikimi politik, po ashtu do të jetë një temë tjetër e rëndësishme e këtij trajnimi të deputetëve të rinj socialist për të mbyllur më tej edhe me temën e 5, që është Partia Socialiste dhe vizioni për Shqipërinë 2030, dhe kjo patjetër do të jetë dhe një nga temat më të rëndësishme, duke marrë parasysh, po themi, edhe sfidat e mandatit të 4 të socialistëve me në krye edhe integrimin në Bashkimin Evropian. Ditën e sotme në fakt ishin të pranishëm të 39 deputetët të rinj të cilët ulen për herë të parë në Parlamentin e Shqipërisë, por edhe me një specifik tjetër, Kasandra, pasi të gjitha ata nuk kanë mbajtur, po themi, më parë poste politike, që mund të lidhen, po themi, me përfaqësimet në këshillat bashkiak, apo edhe si kryebashkiak, por janë të rishtas, po themi, në politik dhe përgjatë këtyre trajnimeve do të marrin edhe disa po themi leksione, apo do të elektorët e vjetër, apo deputetët, apo xhaketat e vjetra të Selis Roz do të ndajnë edhe eksperiencat e tyre. Të falenderoj, Greta, për lidhjen e drejt për drejt.
Ditëlindja e Partisë Socialiste bëri bashkë në Selinë Roz gjeneratën e re dhe figurat të cilat për vite kanë kontribuar në të. Ditëlindja e 34 i ka gjetur socialistët në mandatin e 4 dhe në sfidë me kohën për të realizuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian përpara vitit 2030. Fitoren e 11 majit, Rama e shesi një përgjegjësi të madhe me në krye premtimin për pasaportën evropiane. Mandatin e 4, Kryesocialisti e konsideron mandatin e besimit. Me autokritik për të përmirësuar, Rama tha se të rinjt duhet të përballojnë peshën e madhe të këtij mandati. Punë edhe në fest. Kryeministri Edi Rama u duke shqetësuar për Florën, megjithse tashmë nuk është deputet i saj. Mirëmbajtja e perlës së turizmit duket shqetësimi që ai ndau jo paton me kreun e Bashkisë së Vlorës. Ndërsa mesazhi për kontributorët ndër vite e për ato rishtasi në politik ishte përgjegjësia që jep mandati i 4 qeverisës, me në krye premtimin për pasaportën europiane. Shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për t'u arritur. Me batut, kryesocialisti tregoi edhe momentin se kur nuk do të jetë më në oborrin e Selisë Roz. Zysh artën që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa të dëgjon të emrin, do ta bënte fytyrën që të shkeqe më përmend emrin. Zyshe, që shqyqyrë që të kemi. Edhe shohun gramos që nuk diskutohet, që sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj gramozin këtë obor. Atëherë do jem asun, kështu që shifni e bëni. 34 vjetori i Partisë Socialiste bëri bashk figura të reja e të vjetra. Kontributorët nuk e fshehin krenarin për mandatin e 4. Që në këtë mandat Partia Socialiste dhe qeveria saj do të rishpik përsëri veten dhe do të bëjë gjëra shumë të mira, jo thjesht për integrimin, por në radhë parë për gjithë shqiptarët, për mirëqenjen, për prosperitetin dhe do mbetet, më falni, do vazhdoj të mbetet një parti që i bën mirë vendit, që i bën mirë shqiptarëve. Ndërsa të rinjtë entuziazmin e uljes për herë të parë në parlament, jo vetëm për të përfaqësuar qytetarët, por edhe për t'u përgjigjur kritikave. Flasim në shtator doktor. Do ta lëm kështu? Në shtator atje, në arenën ku na kanë votuar njerëzit. Në sallën sportive Faria Hoti vijon rinumërimi i votave të Tiranës, do të lidhem me kolegun Andon Kella. Andon, të përshëndes, si po shkon ky proces rinumërimi? Atëherë kjo është dita e tretë e procesit të rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës. Janë rinumëruar 225 qendra votimi, përkthyer në 90.000 votat e para të rinumëruara dhe të dhënat më të fundit janë tepër interesante. Pasi në total nga këto 90.000 votat të rinumëruara rezulton se më tepër vota pa drejtësisht të shtuara ndaj një subjekti politik i përkasin Partisë Demokratike. Pra në 115 vota të cilat pas këtij rinumërimi do i hiqen Partisë Demokratike, ndërsa sa i përket Partisë Socialiste janë 5 më pak 110 vota do i hiqen socialistëve pas këtij rinumërimi. Partisë Social-Demokrate do i hiqen 5 vota dhe Partisë Mundësia do i hiqet vetëm një vot. 11 vota do i hiqen koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet. Pra Partia Demokratike tashmë po i kthehet në një bumerang ky proces i rinumërimit, të cilin e kërkoi vetë me insistim të kandidatëve
të vetë të cilët rezultuan humbës në zgjedhjet e 11 majit dhe në vend që diferenca me Partinë Mundësia për t'i marrë Agron Shajt mandatin e dytë dhe për të rifituar mandatin e 14 në Tiranë, tashmë ajo diferencë po zjerohet. Kurse sa i përket kandidatëve, i referojmë kryesisht Bashkisë së Tiranës, për shkak se Kamza dhe Paskuqani kanë përfunduar, Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku, të cilët janë të dy në një garë për mandatin e 13, po humbasin të dy vota, por ai që po humbet më shumë vota nga rinumërimi është Ilir Ali Mehmeti, deri më tani rreth 21 vota, ndërsa Jorida Tabaku 19 vota. Nga krahu i socialistëve janë disa kandidatë të cilët do u hiqen vota, Shëroj Bashaj 36 vota do i hiqen, Anila Dejnajt 23, Ermonela Felaj 40 vota, Toni Gogut 37 vota, Blendi Gonxhes 28 vota dhe Fatmir Xhafaj do i hiqen 27 vota. Do i shtohen Etjen Xhafaj 12 vota, Ornaldo Rakipi do i shtohen 4 vota, ky i fundit është në një garë me Xhemal Qefalin, por Qefalis do i hiqen 44 vota, kurse Olta Xhaçka, e cila është në një garë me Blerina Gjulametin, Olta Xhaçkis deri tani i hiqen 5 vota, kurse Blerina Gjulametit i hiqet 1 vot. Pra në total, si për subjektet politike ashtu edhe për kandidatët, këto shifra janë tepër minimale në krahasim me diferencat të cilat rezultuan pas numërimit fillestar në zgjedhjet e 11 majit dhe deri më tani nuk kemi asnjë ndryshim rezultati. Andon Kello, faleminderit për raportimin. Do shkojmë një shkëputje fare të shkurtër, do rikthehemi sërish me Shqipëria sot. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, do ndalemi tani të shohim të tjera informacione, inspektimi dhe kontrolli i kushteve higjieno-sanitare për çdo objekt që operon në fushën e hotelëri turizmit do të jetë në fokusin e Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror të Elbasanit për gjatë gjithë sezonit veror. Do lidhem me kolegen Edisona Skënderi direkt nga Elbasani. Edisona, të përshëndes, ku do t'jenë të fokusuar specialistët e Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror të Elbasanit për gjatë gjithë sezonit veror, cilat janë ato masa? Ju përshëndes Kassandra, Inspektoriati Shëndetësor Shtetëror Dega Elbasani tashmë ka nisur punën që me nisjen e sezonit turistik. Fokusi i kontrolleve kryesisht dhe i task force-s ngritur tashmë nga ISHSH do të jenë pikërisht objekte të cilat kanë të bëjnë kryesisht me fushën e turizmit. Të gjitha ato objekte që përdoren si vende për të qëndruar turistët, qoftë nëse shërbejnë si hotele, si bujtina, apo thjesht si bare, apo restorante, do t'jenë në fokusin e Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror për të kontrolluar kryesisht kushtet higjieno-sanitare të cilat konsiderohen si pika më e rëndësishme për të pasur një sezon turistik sa më të mbarë dhe pa shënuar incidente. Specialistët e ISHSH-s në fakt prej disa kohësh tashmë janë në terren, nga ku janë duke kryer kontrolle të imtësishme ndaj të gjitha bizneseve të cilat operojnë kryesisht në fushën e shërbimeve. Kontrolle më të imtësishme janë duke kryer në ato pika turistike në të cilat ka aktualisht edhe ambjente akomoduese dhe inspektorët janë duke kontrolluar të gjitha certifikatat e nevojshme që duhen në bazë të ligjit për të ushtruar këtë lloj aktiviteti dhe po ashtu të fokusuar kryesisht janë edhe tek bar, restorante të cilat gjatë kësaj periudhe njohin një rritje më të madhe të frekuentuesve. Për të gjitha ata subjekte të cilat nuk zbatojnë kushtet higjieno-sanitare apo edhe kontrollet e tjera, sipas kryeinspektorit të Elbasanit do të merren masa ndëshkuese. Kryesisht kemi të bëjmë me masa administrative të cilat mund të vendosen herën e parë që subjektet kapen në shkelje dhe në rast të ripërsëritjes sipas ligjit shqiptar mund të çohet deri në mbylljen e aktivitetit, pasi nëse nuk zbaton kushtet higjieno-sanitare, sidomos mund të penalizohet edhe me mbyllje. Një nga pikat të cilat do të jetë gjithashtu në fokus të ISHSH-s Elbasani të paktën do të jetë edhe pishina, por gjithashtu edhe vendet në të cilat
janë burime ujore natyrore, por që nga ana tjetër përdoren nga shumë qytetarë, por qoftë edhe vizitorë të rastësishëm për të përdorur jo vetëm për të freskuar gjatë ditëve të nxehta të verës, por gjithashtu edhe për të konsumuar. Sipas kryeinspektorit të Elbasanit, nuk rekomandohet në fakt që të konsumohet uji i cili është i pakontrolluar, të paktën nga ujësiellës kanalizimi i Elbasanit. Disa pika natyrore sipas tij në qarkun e Elbasanit nuk janë të licencuara apo nuk janë të kontrolluara. Andaj apelohet që gjatë kësaj periudhe qytetarët të kenë kujdes edhe me ujin të cilin e konsumojnë, sidomos në ambient. Ndërkohë, ndjekim pak edhe prononcimin nga në Inspektoratit Shëndetësor të Elbasanit. Ne jemi duke inspektuar, kryesisht inspektimet tona janë hotele ku shikohet higjiena në përgjithësi, po në veçanti higjiena e ujit, dezinfektimi. Njëkohësisht ka filluar dhe inspektimi në peshina dhe këtu kërkohet që cilësia e ujit të jetë higienetikisht e pasur. Ka një problem faktike për sa i përket peshinave dhe kjo është një problem që lidhet me personelin, sepse personeli ka kujdestar të cilët kujdesen për mbarvajtjen e peshinave, por ne kemi vënë re që personat që merren me këtë proces nuk janë personat të specializuar, pra që të kenë një dëshmi të veçantë që të merren konkretisht me këtë menaxhimin e kësaj situate. Në përgjithësi situata është e mirë. Ne do vazhdojmë të inspektojmë vazhdimisht. Arsyeja është shëndeti mbi të gjitha, higjiena mbi të gjitha. Unë mendoj që është bërë shumë për promovimin dhe ne kemi një punë turistash në gjithë qarkun e Elbasanit. Inspektorati do të jetë gjithmonë në kërkim të plotësimit të kërkesave ligjore. Mirë, Edisona, falenderoj për intervistin që ke kryer dhe për raportimin e drejt për drejt. Për të ndalur tani tek një tjetër zhvillim, do lidhem direkt nga qyteti i Lezhës me kolegun Gjergj Figuri, pasi 10 çadra dhe shezlong janë sekuestruar nga hapësirat publike të plazheve tek zona e Ranës së Hedhun dhe Shëngjin. Gjergj, të përshëndes, duket se ky aksion është i përditshëm apo jo për të çliruar kështu vijën bregdetare nga zaptimet e paligjshme? Po sigurisht, këto janë aksione të përditshme, pasi në fakt nuk ka ndikuar as pak, as fushata ndërgjegjësuese, as komunikimit të drejt për drejt, apo as masat administrative që morën në fillim ndaj disa individëve, të cilët kishin zaptuar hapësirat publike në plazhet e Lezhës, ndaj dhe tashmë është kaluar në një fazë tjetër atë të sekuestrimit, sepse të njëjtët persona që më parë ishin ndëshkuar me masa administrative dhe u ishte kërkuar që të hiqnin vetë shezlonat dhe çadrat nga zonat publike të plazhit, ato që janë përcaktuar të lira apo ato që do të menaxhohen nga bashkia. Në fakt nuk ka rezultuar kështu, pasi këto persona i kanë rivendosur sërish çadrat dhe shezlonet e tyre, ndaj dhe është dashur që task forca e ngritur nga Bashkia e Lezhës të operoj çdo ditë dhe sigurisht tashmë për të kaluar në një fazë tjetër, atë të sekuestrimit, duke mos zgjetur zgjedhje të tjera. Kështu ka ndodhur në fakt edhe në 2 raste, pikërisht në zonën e Ranës së Hedhun dhe të Shëngjinit, ku persona individ kishin vendosur çadrat dhe shezlonet në pjesë të përcaktuara publike apo që do të menaxhohen nga bashkia, por paralelisht në fakt ka nisur edhe procedimi penal ndaj tyre, pasi janë depozituar edhe kallëzime në Prokurinë e Lezhës, pikërisht për zënien e hapësirës publike. Duket se implementimi i BGM-s së re që përcakton pikërisht menaxhimin e plazheve nga bashkia është marrë në fakt jo më shumë seriozitet nga individet të cilët sigurisht kanë tentuar që të anashkalojnë pikërisht vendimin e Këshillit të Ministrave dhe sigurisht vendimit të Bashkisë së Lezhës për të menaxhuar një pjesë të konsiderueshme vetë bashkia, por
sigurisht për të përcaktuar edhe zona publike të lira për qytetarët, ndaj dhe tashme këto kontrolle të përditshme që nga Rana Hedhon dhe Denetale janë një pjesë që task forca operojnë çdo ditë, pikërisht për të identifikuar personat të cilat ndërhyjnë dhe veprojnë duke vendosur këto çadra në kundërshtim me ligjin, por sigurisht pa leje përkatëse, sepse tashmë janë përcaktuar edhe subjektet që kanë leje përkatëse, por ne kemi marrë një intervistë edhe administratorin njësisë së Shëngjinit, Brahim Demi, i cili flet pikërisht për këtë aksion, por edhe për mënyrën se si do të veprohet në tutje. Plazhet e përcaktuara publike dhe ato që do menaxhohen nga bashkia do mbeten të tilla deri në fund të sezonit. Për këtë arsye është ngritur një task force me njësinë administrative të Shëngjinit, policinë bashkiake, tatim taksat e bashkisë, agjencinë e Bregdetit dhe policinë e shtetit. Dhe çdo ditë kryhen kontrolle për cilësinë dhe sigurisht për të shmangur zaptimin e tyre nga individët. Megjithëse janë bërë takime fushata ndërgjegjësuese dhe u është kërkuar që të mos vendosin çadra dhe shazone në zonat publike, sërish kemi raste që veprojnë në kundërshtim me ligjin. Për këtë arsye kemi kaluar në sekuestrimin e çadrave dhe shazoneve që janë vendosur pa leje, si dhe janë proceduar në prokurori personat përgjegjës. Vetëm ditët e fundit kemi mbi 200 çadra të sekuestruara. Nuk do të tolerohet asnjë dhe nuk do të bëhet fjalë për të zaptuar asnjë hapësirë publike apo zona të menaxhuara nga bashkia. Mirë, Gjergj, të falenderoj edhe për intervistën që ke kryer dhe për raportimin e drejt për drejt. Më duhet shkoj tani një informacion të minutave të fundit. Dhjetra persona kanë rënë në prangat e policisë pasi uniformat blu të Tiranës kanë zbuluar kështu një grup kriminal që shpërndante drogë në kryeqytet dhe më konkretisht në zonën e Ish-bllokut. Kam në një lidhje të drejt për drejt Bleona Sari. Bleona, të përshëndes, cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh nga ky grup kriminal? Të përshëndes dhe unë, një aksion antidrogë është finalizuar mëngjesin e sotëm teksa Drejtoria Vendore e Policisë Tiranës ka shpërndar dhe një njoftim me detaje. Ne kemi mundur fakt që të marrim dhe disa informacione shtesë nga ana e grupit hetimor në lidhje me pra këtë operacion antidrogë ku është montuar një grup me të paktën 42 antar, pra cilët kishin ndarë rolet e tyre dhe shpërndanin lëndë narkotike kryesisht në zonën e bllokut, por edhe në zona të tjera të kryeqytetit. Ndërkohë që 25 persona kanë rënë në pranga, 8 të tjerë janë shpallur në kërkim nga ana e policisë për shkak se nuk kanë mundur të që të vendosen në pranga bashkë me personat e tjerë, pra me 25 të parët. Nga ana tjetër, në total të gjithë, le të themi, i gjithë ky grup dhe i gjithë operacioni ka mundur të sekuestrojë 90 kg kokainë, ndërkohë që nga operacioni sotëm janë sekuestruar 2 kg kokainë dhe 1,5 kg heroinë. 2 armë zjarri, 4 peshore, 6 makina dhe 29 celular nga ana e policisë janë sekuestruar të gjitha. Ndërkohë që nga nisja e këtij aksioni, pra lënda narkotike të cilat janë kryesisht të forta, pra flasim për kokainë dhe heroinë, ka shkuar deri në 90 kg. Ndërkohë që gjatë këtij aksioni, i cili është koduar bloku 33, në fakt emri i operacionit lidhet me faktin që lënda narkotike u shpërndai kryesisht personave VIP, po kryesisht në zonën e bllokut e cila njihet se frekuentohet kryesisht nga këta persona, ndërkohë që janë edhe nën hetim persona të tjerë, burime pranë grupit hetimor, sapo më kanë konfirmuar se ka të tjerë persona të cilët dyshohet se janë përfshirë në këtë rrjet kriminal, pra jo me pak antarë, me të paktën 42 bëhet fjalë, të cilët janë të faktuar dhe dokumentuar nga ana e policisë, ndërkohë që 8 të tjerët janë shpallur tashmë në kërkim dhe policia vjon punën për të bërë të mundur dhe arrestimin. Kemi emrat në fakt ne kemi mundur që të sigurojmë emrat e gjithë personave të cilët janë arrestuar, ndërkohë që 25 kemi të goditur dhe të arrestuar nga mbrëmja e dieshme kur operacioni dhe ka nisur deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, teksa 8 të tjerët nuk kanë mundur dot që të vjenë në pranga. Bleona Sari, faleminderit për raportimin, për këtë lajm minutave të fundit. Ne do shohim tani të tjera informacione, do të ndalemi në qytetin e Fierit, ku për të 7 vit radhazi festa e grurit pritet që të mbledh qindra fermer të zonës. Kam një lidhje të drejt për drejt me Albona Davidin. Albona, të përshëndes, çfarë synon kjo festë? Përshëndetje Kasandra.
Sigurisht që synon ruajtjen e traditës, por më konkretisht këtë herë në një panajir që Bashkia e Fierit organizon për të 7 vit të radhazi, duket se kërkon që të përcjell në fakt edhe historikun e festës së grurit që nis që nga lashësia sipas organizatorëve, ndërkohë që një veçanti e këtij panajiri, pra e kësaj feste që organizohet dhe që starton sikur të tham për të 7 vit të radhazi, është pikërisht ekspozimi apo demonstrimi që të gjithë fermerët pjesëmarrës në panajir do të bëjnë për kultivarët e tyre origjinal të grurit vendas. Bëhet fjalë pikërisht për grurin vendas, cilësia e tij është më e lartë e deklaruar kjo edhe nga ekspertët, krahasuar me farat që importohen të grurit që vijnë nga jashtë. Ndërkohë, festa duket se do të ketë dimensione të gjëra, sepse do të ketë koncerte festive, do të ketë edhe në një farë mënyrë prezantim të fermerëve me njëri tjetrin, por edhe të grumbulluesve të drithrave që në rastin konkret do të shërbente për le të themi shitjen apo lidhjen e kontratave mes fermerëve të drithrave dhe atyre grumbullojnë, ndërkohë që do të ketë edhe aktivitete të shumta argëtuese, të cilët organizatorët i kanë le të themi prezantuar apo hartuar duke u nisur pikërisht nga frymëzimi i antikitetit, nga mënyra se si festonin mysdeqarët që në antikitet, duke festuar ato që quhen ditët dionisake dhe që i referoheshin pikërisht begative dhe kultivimit të drithrave, kryesisht grurit në këtë zonë. Mirë, Valbona, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt, për të ndalur tani në Shkodër, ku zhvillohet festa e liçenit. Do lidhem direkt nga Shkodra me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, çfarë synon kjo festë dhe çfarë pritet t'i ofrojë publikut? Kjo festë ka disa vite që zhvillohet këtu në bregun e liçenit të Shkodrës. Synimi kryesor i saj është njohja me traditën e zonës, që janë ushqime tradicionale, ku përmes panajireve, por edhe produkte të ndryshme të punimeve artizanale, por edhe shijimi i vetë liçenit të Shkodrës përmes kanoe, përmes varkave të ndryshme, përmes garave të ndryshme, të cilat do të zhvillohen përgjatë 3 ditëve që zgjatë kjo festa e liçenit, po ashtu edhe përmes këngëve dhe koncerteve ndryshme në grupet e ndryshme të Shkodrës, të këngës tradicionale të këngës qytetare shkodrane, kanë kushtuar kryesisht bukurive të Shkodrës, por edhe kryesisht edhe liçenit. Ne kemi marrë edhe në intervistë edhe drejtorin e turizmit në Bashkinë e Shkodrës, Renato Lumçit, cilin mund ta ndjekim. Do të kemi mundësi që të pasqyrojmë edhe në edicionet e ardhshme, Simon, këtë prononcim nga ana e autoriteteve vendore të Shkodrës, të cilët kanë folur edhe për këtë organizim që pritet t'i ofrojë publikut pa diskutim aktivitetet shumta. Unë falenderoj për raportimin e drejt për drejt dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime mund të ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund të ndiqni edhe në valët e radios në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndihemi këtu.